Ne nuk kemi frikë, ne nuk hymë në referendum etnie kundër një etnie tjetër. Ne hymë në referendumin e qeverisjes së mirë dhe këtë referendum t'jeni të bindur se do t'a fitojmë. Do t'a fitojmë me vizionin për zhvillim, do t'a fitojmë duke kthyer jetën dhe gjallërimin në shtëpit tonat braktisura. Do të fitojmë duke sjell kryetar të pakorruptuar që do t'japin llogarin mbi projektet me standarde. Pas 20 tetorit, pas fitores, ne do shtrim dorën të gjithëve, vëllezërve tanë, fëmijëve tanë, për një pakt të ri të bashkëjetesës, për një shtet modern, për barazi të vërtet. Parimet tona janë të qarta. Nuk ka avancim të një etniteti mbi tjetrin. Nuk ka pashallar të përjetshëm. Ka vetëm bashkim, ka vetëm ecje përpara. Rrofsh shumica e shqiptarëve, lart e më lart, të gjithë dhe bashkë.